Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ky po që është lajmi më i bukur në botë. Pas 6 muajsh, Gazeta Sinjali e Kosovës ka publikuar një fotografi që tregon se Gjesti është kthyer në shtëpinë e tij. Gjesti ka shkuar në shtëpinë e tij sonte pas daljes nga shtëpia Big Brotherit. Unë e besoj se është e tillë për faktin sepse Gjesti tani ka flokët e bardha, më herët nuk i ka pat flokët e zeza, kështu që pas 6 muaj Gjesti viziton Pavlanin, viziton shtëpinë e tij, viziton vendin ku ai ka lindur, është rritur, vendin ku Gjesti ka kaluar të gjithë momentet nga më të bukurat deri më të vështirat në jetën e tij. Me patjetër që do bënte këtë zgjidhjen, tashmë rrugët janë bërë shumë të afërta dhe Gjesti nuk e ka problem në qoftë se shkon në shtëpi, pushon disa ditë, argëtohet pak, çmallet me motrën, me nënën, me babain, me vllaun, me familjarët e gjerë dhe çmallet edhe me shoqërinë e tij. Gjesti është kthyer në realitet. Gjesti tani po han ushqimin nga duart e nënës së tij. Duke që është shumë i lumtur, duke që është shumë i bekuar, duke që është shumë i gëzuar, vetë fytyra e Gjestit tregon gjithçka. Unë e pash këtë fotografin edhe dëshiroja që më njëherë ta ndaj me ju, ta komentojmë së bashku sepse është një super arritje e madhe. Pas 6 muajve, prindërit e tij e kanë djalin në shtëpi. E si që nga jeta. Big Brother VIP Kosova në një farë mënyre bëri padrejtësi ndaj Gjestit, e nxori në mënyrë të tmerrshme nga shtëpia, por kur je i drejtë te Zoti dhe kur Zoti të do shumë, Zoti të dhuron rrugdalje dhe në këtë rast Gjesti i dha rrugdalje. Fatmirësisht atë u lumtuan më njëherë Ledioni, Sara, e cila ka treguar në fakt një zgjuarsi të paparë, një zgjuarsi spektakolare dhe e jetuan të gjithë momentin ku Gjesti doli edhe fitues. Domethënë Gjesti dha gjithçka në atë shtëpi, sot kthehet në realitetin e tij. Por nuk kthehet më si një Gjesti dëshpëruar, nuk kthehet si një Gjesti mërzitur, nuk kthehet si një Gjest i thyer, por kthehet si një Gjest i fortë, si një Gjest fitues, si një Gjest triumfues, për të treguar që hey bab, unë ja dola dhe jam sonte këtu me ju. Sonte Gjesti ha ushqime tradicionale nga duart e nënës dhe jeton të gjithë momentin. Është momenti në fakt më i bukur që unë dëshiroja të ndaj me ju. Kjo ishte super dhurata që Gjesti e ndau me fansat. Gjesti më bërin në shtëpinë e tij sonte, ndoshta nesër përsëri për të kthyer në Shqipëri për të vazhduar me xhirimet në televizionin Top Channel.